Është një bisedë e bërë mes ju të dy, pasi Gimbo largohet, qartazi një gjuhë me kode, ti më kupton mund, kuptoj ty, butonin se shtyp do tun, Myslim shyr do pim kafe kur të më kuptosh ti mu, po unë të njoft ty, po ti s'mjef mu. Qarë do të thotë? Unë me Selin kam një raport që është filluar që në fillim, dihet historia jonë, që shumë shpesh ne kuptohemi me sy, sepse s'duam t'japim, po themi, informacion të gjerë për atë gjën që ne mendojmë se po bëjmë. Dhe janë disa situata që ndoshta ne i sqarojmë dhe kuptohemi ja ashtu edhe pa folur. Dhe në këtë rast situata ishte Gimbo? Po, unë ashtu e kuptova, me thënë drejtën. Tani se mund të kuptojmë dhe gabim të kohët e fundit, se nuk i dihet, se kemi ndërhyrje nga jashtë. Pra ti ishe i shqetësuar në lidhje me çfarë sqarimesh kishte bërë Selin gjatë këtyre ditëve? Po patjetër, po. Për Gimbon? Po. Ishe i shqetësuar në lidhje me çfarë do dilte sonte në Prime? Sepse ishte edhe Prime i kaluar që ajo kujton gjithmonë që unë i bëj pyetje me spec, se kështu e tha, provokative. Por që ato nuk janë pyetje provokative, ato janë si logjik e ati veprimi që ajo mori. Do më thënë, e more, veprove, tani problemi është që e ke menduar mirë këtë gjën, pse veprove kështu? Kaq, që radhës tjetër, kur do të vi mundësia, të kesh kujdes. Dhe shqetësimi jot, cili ishte? Shqetësimi im ishte që tek marrëdhënia me Gimbon, se çfarë ajo flet dhe se si e thot, se ndoshta e thot nga njerë dhe pa e menduar mirë, siç ndoshta u përgjigj edhe herën e kaluar, dhe nuk e dinte që do shkaktonte atë që shkaktoi. Pra, ketë kujdes çfarë thot dhe si flet, sepse ja do shkaktoi një tjetër situatë. Po butoni, çfarë do thot? Po, butoni është që unë nuk e shkëpus dot me buton, e unë i them mos u afro shpejt te butoni, avash avash. Thjesht, kuptohet. I dhash përgjigjen për atë që më pyeti, ose për atë që më tha. Qartë. Okej, mirim. Të paktën nuk kështu e kuptova. Se mund ta kuptoj edhe gabim, ndoshta në këto momente, sepse ti kërkon Selin mbase jo ditët e fundit, po e bën vazhdimisht të gjëna. Jemi. Po, patjetër e kam pyetur gjithmonë, po. Sepse e dua konfirmimin e saj që mos jemi në këtë lojë, edhe jemi, edhe s'jemi. Këto 4 do bëjmë sigur jemi, po s'jemi. Qartë. 4 ditët e fundit e ke rikonfirmuar, a jeni apo s'jeni? Po. Apo u rikonfirmua me anë të kësaj bisedës pak minuta para pra? Ajo konfirmohet në çdo moment. Me këtë bisedë, me këtë lloj bisede, me pyetjen drejt për drejt, me biseda më të gjata, duke logjikuar se çfarë po bëjmë për këtë lojë. E qartë. Edhe për marrëdhënien, nuk është problemi vetëm është loja. Është dhe marrëdhënia jonë, raporti jonë miqësor, tashmë se dihet këtë tani se mos ta themi 100 herë. Edhe për këtë gjën, edhe për raportin miqësor. Raporti miqësor i cili do ndikohej nëse Selin do ndërtonte një raport tjetër miqësor aty brenda me Gimbon, po themi? Kjo është në vazhdimsi të pyetjes që bëri Selin, që ishte keq kuptuar. Prandaj e thash ta bëj edhe një herë pyetjen, që mos jepja një përgjigje të nxituar unë për Selinin. Përderisa pyeti gabimisht, jo ashtu siç ishte në klip, do të thotë që duhet ishte më e vëmendshme tek ato që unë gjërat që them, sepse unë jam koherent kur flas me Selinin ose kur bëj pyetje me Selinin dhe jam koherent edhe me Gimbon, se e di shumë mirë që ata të dy do flasin me njëri tjetrin, është normale se rrin shumë kohë bashkë. Por që koha që ato harxojnë me njëri tjetrin ka marrë nga koha që ajo harxonte me mua për të jetuar, gjithmonë e them këtë për të jetuar, sepse ne këtu kemi nevojë edhe të jetojmë. Dhe ai lloj diskutimi me kode ishte si një lloj konfirmimi që
thjesht nuk e heq dot me buton gimbon sepse më është afruar, po ne të dy jemi bashkë, do jemi gjithmonë bashkë, do pim dhe kafe myslimshyr. Po ndoshta mendoj, unë e kuptova kështu, për këtë situatë. Por, ndoshta s'jam i sigurt te kjo pjesa, se e shpjegova. Po nga që në fillim të bisedës më thej që ne merremi vesh me sy shumë mirë, pra dy njerëz që merren vesh me sy shumë mirë me njëri tjetrin dhe që kanë një gjuhë kodesh dhe kuptohen pa thënë fjalë, nuk mund të jetë edhe kjo edhe kështu e kuptova unë. Jo, shiko, unë kështu e kuptova. Tani unë e them këtë që kështu e kuptova, nuk i dal kundra fjalës time, por e shtoj se gjithmonë ka një pjesë dyshimi në këtë pikë të lojës ku jemi, në këtë Big Brother që po bëjmë. Se nuk është njësoj situata, është normale. Ta kesh të pjesën e dyshimit. E qartë. Mirë, po të lë pak aty, do të kthejmë te ty për pak. Okej, mbyllim lidhjen me dhomën e dëshirave dhe shkojmë te dhoma e rrëfimit. Selin, më falë që të lash të prisja se kisha një komunikim në studio. Atëre, dua të tregoj një klip i cili i takon pak momenteve përpara se të hynim në Prime. E shohim dhe e komentojmë bashkë. Gimballon dëshira të dua. Qa këtë më më kësho që? Kam të shok. Me deklare? Se deklare, ja. Unë kam shok, ti më ke shok. Tam. Të shof. E në Prime se, des. Ti. Ja? Se nuk e tja një moment që Sot je, unë e ndjej. po t'je ndjen? Po unë. Ndjej, shofën, që ke bërë. Mirë, okej. A vazhë mirë, se kam bë. Mi që kuptosh të mos. Do im të myslimshyrit të pikata. E do them, po mirë më mirë, se s'ma kuptove një herë në jetë. Ti më do së s'kam kuptu. Po qatë të mund të nëse ti këshu më s'njep më sinjalet qarta. Am ke kuptu s'ka një gjuhë. Po prapë se prapë, shumë kujdes. Qa? Po. Shumë kujdes. Më normal nëse me buton. Ja, një shohë. Po ka një gjë tjetër, që butoni se bëj të punë. Po mos e afroj shumë butonin ti. Mirë. Të bërë mirë si të? Mirë, s'kaloj. Për të penga s'më kupton. Qamë, të mëndi kam unë, qa të i të? Ka dhe butonin kam. Po butonin se bëj do tunë. Selin, Po. qa bëre mirë si e ti? Qa bërë mirë. Atër, s'ka pas të bëj me gimbën kjo gjë. Në mënyrë absolute nëse është lidhur për tipi që i ku gimbo, për kundrazi, ka pas të bëj me një sqarim që kemi patur me Mirin, tek e njëjti vend, dhe her pas here gjatë gjithë këtyre ditëve i kam thënë unë shok, ti shok, mirë, ti mirë, domethënë këto nuk është se kam patur një nën kuptim lidhje me gimbon. Nëse ka qenë ky qëllimi. Po nëse nuk është për gimbal, domethënë duket që aty komunikoni me kode, dhe ti thuaj që butoni nuk shtypet me një herë. Domethënë dhe ti thuaj gjithashtu Mirit që shiko se ti ndonjëherë më duket sikur s'mu kupton edhe kur të më kuptosh ti mu do jem min myslimshyr do pi kafe. Atëherë ideja është kjo. E para njërë tani jam shumë autuar dhe nuk e kujtoj se ka filluar që brenda te grimi një. E dyta, sa për butonin, prandaj kam thënë që ti mua nuk më kupton, sepse me sa kuptova nga sinjalet e Mirit, po thoshe që të tipit me buton afrimin me gimbal ose ku di unë. Dhe unë prandaj thash nuk po më kupton, sepse unë nuk kam një buton. Do më thënë, unë po flisja për tjetër gjë, unë po flisja për sqarimin e Timin dhe të Mirit, ndërkohë ndoshta Miri po kish kupton se unë po flisja shok lidhje me gimbal. Me gimbal mos kam qa sqaroj që jemi shok apo diçka më shumë se shok, sepse duket shumë e qartë që ne për momentin kemi një miqësi dhe raport shoqëror. Po komunikimi aty të linte të dy shoje, se për sa kohë nuk ishte i qartë, do me thënë, ishte mes dy njerëzve që merren vesh me njëri tjetrin, njëri i thot duhet kesh kujdes se është Prime sot dhe tjetra bën një buzëqeshje në formë gërdeshje. Jo, unë kam thënë, për pjesën kujdes se është Prime sot, e kisha të tipit që nuk kam bërë ndonjë gjë për dalë sot në Prime me ku di unë, me çfarë situate që thua është kujdes sot Prime-in, kupton? Po, nëse i vazhdojmë kësaj linje, pra nëse
ti ke dalë, po themi, keq në Prime, ishte Prime i më parshëm, kur dole të thoja ato gjërat për Gimbon dhe Gretën. Gimbo qohet, ju komunikoni me shenja, me kode, dhe pastaj vjen kjo puna e butonit. Pra, dhe fillon biseda me shoqe. Pra, çfarë do lloj gjëje që po bëjmë, ne prap merremi vesh me njëri tjetrin. Kështu duket, prandaj po të pyes ta sqarosh. Në momentin që sikur t'ishte Gimba akoma aty, sikur ndodhi që u çua dhikut e dhoma dëshirave, unë e kam thënë shpesh herë në përshpi këto ditë, mbas diskutimin që kemi bërë me Mirin, shoqe, domethënë që raportin, sepse e kam thënë dhe te klipi i doli, që i kam thënë duat ky raporti jon të sqarohet, sepse për mua është një barr mbi supe. Kështu që këto kanë qenë batutat e mia të gjatë gjithë këtyre ditëve që shoqe, por nuk ka pas të bëj fare qasja ime Selin me Gimbon, fare. Edhe sikur Gimbo t'ishte aty, mos të them që ka patur rasti që Gimbo ka qenë prezent, unë me Mirin e kam bërë këtë temë. Okej, Selin. Mirë, mund të kthehesh në living. Okej. Faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë, më çoni pak në dhomën e dëshirave që të kthej dhe Mirin. Miri, më dëgjon? Okej, mund të kthehesh në living. Faleminderit. Shohim pak momente të takimit të tyre brenda në shtëpi. Ja ku je ullu tani, gëzosh edhe ti në qosh budal, po shkove prap. Po shkove ashtu prap, me ty vla, as tja pasi muhabet, as i gjama. Ja, shpryzusi fernave, me shpryzusi e me shkojve, ja ku janë dy. Të dy, loja kile dhe këshura përqen ne, ju tani me ullë sotat, me publiku, me ju pa, të ju jeni një blos, me lojë. Miri ka thonë se një buton. Unë një buton. E tash ndoni se i mos jeni bashkë, në muhabet e këmë ju dëve. Vezi shka, që shë së më Shoj, vesh ma. Une, butoni kërkujna nuk jam. Asi ju i te, asi këskojna. Une, qësh flas edhe që kanë vjen une, ta thumë fëtyrë ty edhe kësaj. Këta është e te. Nëse i shkon qash lidheja për e furë, mes juve dëve, keni mujnë me bisedu sa kesh une aty. E ju, mas i të shkoj une. Po, muj me vrejt, në sfar nivelli mundet me mëri një bursi e dikuj, që e pava të të qëtash. Edhe në ndë, muj me vrejt e dikush tjetër që i ben këndështim e fjallë të saj, që ka i thot ti. Tani qa do? Dokument? Jo, koment nuk do, vish po do me kalëzum kush jeti. Po kush e mund? Po kush e mund? Po te dhe te, kalëzum kush jeti. Po për qa pun pës? Për qa pun pës? Po të pës për shqit punën e butonit, për shqit punën e mëshkërshiri. Kush e përmundi butonit? Ta është pi bjen lovi ju dy një kom të folë, si kom të folë mu. Atere? Po pëse du të tja përgjigje ty? Po ti ju dy keni folë për mu, ta është të du me di që keni folë. A kemi folë për butonin? Po. Unë një butoni, apo? Ja, butoni si ti. Ti se butoni. Ase unë, ajo më butoni? Se butoni. Ajo? O Gimbo, unë kam thënë, nuk e kam me buton, por për unë përshkas një mardënje me Gimbon. Nuk më i me këtë. E të gjove, atëre kuptoje, si e butoni. Një mardënje më shumë me Gimbon, ose një mardënje më pak. Unë e kam bë gjithë situatën time këtu me Gimbon, se e kam djerë unë. Këtu kam thënë. Ndërkohë, fillimi bisedës, nga ana ime, mendoj që Miri të shkenë që interpretu. Se son kam thënë shok për mu dhe për Miri. Nuk kam thënë lidhje me ty. Dhe sikur që ti prezent, tani jemi të lidhur me shtëpi. Nisoj ta bëja bisedën. Kupton? Thjesht filloi në atë moment. Më fal Selin, mund të ndërhy? Po. Se ko për të sqaruar me njëri tjetrin besoj keni boll. Tani 5 minuta aty nuk arritet me shpjegujta si gjose s'di se ç'a me rrejt. E para, e dyta unë e kam pas këtë përshtypjen Një sekund. që radhët që kaloj në fakt kur të pash në situatë të sikletshme për shkak se pe një klip dhe mendove që ke dalë keq dhe me njëherë more masa që të rikuperoje dëmin që mendon se tu shkaktua në raport me Gimbon, që deri më tani Gimbo i vetëm një status i ka është i sinqerti. Dhe më vonë, nga ora 8 pa i qerek mos gaboj, pash edhe këtë bisedën e juaj, që është bisedë për hir të vërtetës shumë tinxare, bisedë shumë hileqare. Ku ti dhe Miri luani rolin, e besoj, jeni plotësisht të sinqert kur thoni se merreni vesh me sy. E keni thënë disa herë, ju besoj që merreni vesh me sy. Por
është shumë e poshtër mënyra se si shfrytëzoni sinqeritetin e atij djali në raport me ty për ta trajtuar si një mish për top. Dhe duke i thënë që, shiko, ka ardhur situata deri ku ka ardhur, por nuk jam unë ajo që duhet ta largoj, po tani duhet largohet ai vetë se e ke parasysh ti dal çik keq unë. Pra, ti mirë nuk e kuptoj çfarë do më thon ti, se ty të ngjum. Se mos po them asgjë, po dëgjoj. Mirë. Jo, të ngjum. Jo, kam për, jo, ti duhet të thuash, të lutem. Po dëgjoj ty. Ti duhet të thuash ke drejt arbër. Se këtë mendim kishe ti. Ty se kishe mendimin si unë. Jo se kam marrë ndron tani. Çfarë problemi ke se të shoh unë ashtu? Ke ndonjë problem, ka ndonjë gjë? S'ka ndonjë. Jo, mo, ti duhet të bëhet qefi që me një mendim me ty po them. Pra, si? Jam në një mendim me ty për këtë situatë. Okej, pra unë po dëgjoj. Është komplet e pahishme që të shfrytëzohet sinqeriteti i një personi që të gjendet afër për ta përdorur në kuadër të lojës. Kur do t'i afro, kur do t'i largo. Jo, kjo s'është fare. Dhe trajton atë. Varet se si do ta përdorësh ti maskën e parë. Viher vej mask, pastaj hiqat maskën, vej mask tjetër. Kjo është tipik sjellja e dy njerëzve që koordinohen për çdo lëvizje dhe në këtë rast peshku i radhës ishte Gimbo. Monika? Nuk jam dakord me Arbrin. Nuk jam dakord me Arbrin. E para mos u shqetësoni. Selin. Për mua ka rëndësi fjala që ti ke thënë në dhomën e rrëfimit, pa Mirin, pa Gimbon, pas njëri tjetër ku ti the, unë jetoj me Gimbon. Me Mirin bëj loj, unë jetoj me Gimbon. Unë jam shumë kurioze Arbi më tregoj në të momentin në pas kam largu Gimbon dhe akuar sipas interesit tim. Selin, më lër të jap Selin, ta kthej unë përgjigjen. Ta mbaroj unë. Ta kthej unë përgjigjen. Selin, ta mbaroj unë mendimin tim. Para 8 ditësh ti the që nuk është problem fare me dal Gimbo. Po patjetër. Në cilin moment kam larguar Gimbon. Po patjetër, mbas 8 ditëve ka ndryshuar mendim dhe s'ka si gjë tjetër. Nuk e pash interesi ta largosh tani se di që kundra fjalës tënde. Më dëgjoj, t'jap unë mendimin tim pastaj thoni çfarë doni. Selin, unë mendoj që ti në marrëdhënien tënde, qoftë me Mirin, qoftë me Gimbon, qoftë e mbani mend para 2 prajmeve apo 3 prajmeve, ju kam thënë që ju shoh të treve bashkë si ekip. Ty të shoh në mënyrë organike. Po s'ka lidhje Gimbo me atë, Gimbo është në autobus. Mendimin tim, çfarë ke ti? Po Gimbo është në autobus, më nuk është masiv. Ore, theti mendimin tan. Ne mbaroj mendimin tim. Dakor, më fal. Unë ju shikoj të treve bashkë si ekip. Ty të shikoj në mënyrë organike. Me Gimbon dhe në loj me Mirin. Pastaj se si shkoni ju deri në finale, a shkoni të tre bashkë, a shkoni veç e veç është tjetër gjë. Por mos u tundo nga gjykimi. Ja ta mbaroj. Mos u tundo nga gjykimi i të tjerëve. Mos u tundo nga fyerjet dhe intimidimet e të tjerëve, të cilëve ju ikën vëmendja për lojën tënde. Po them edhe një herë. Jetoj jetën tënde brenda shtëpisë, shijoje, bëj edhe lojën pa cënuar virtytet e tua dhe vlerat e tua. Rregull, e vlerësoj. Ledion, du të them diçka. Atëherë, në pas një nga diskutimet që kemi bërë me Gimbon tek lavanderia, pas prajmit kaluar, ka qenë që unë kam thënë Gimbon, ndoshta është më mirë për ty, jo për mua, çfarë ndej unë, po ndoshta është për ty që edhe unë të largohem ose ti të largohesh një nga ne të dy çon si ka. Tani, unë po e them këtu përballë gjithë shqiptarëve që po na ndjekin edhe përballë këtyre akuzave që po bëhet. Ndoshta këtu shpjegimi keq interpretohet si do vet. Selin nga ky moment deri kur dali nga shtëpia Big Brother, Gimbon do të qëndroj larg. Dhe marrëdhënien e vërtetë dhe raportin tim me qasje me Gimbon do ta tregoj jashtë shtëpie për ndjesitë e mia. Nuk është fare e vërtetë. Atëherë nuk është fare e vërtet që Gimbon të përdor për Mirin, për situatën tona e të tjerë. Unë, çamu? Atëherë butoni i bjeti ishte Gimbo apo jo? Si? Butoni i bjeti ishte Gimbo. Jo, butoni nuk e ka me buton. Tashmë nuk e ka me buton. Jo, Ledion, nuk është ashtu. Kam thënë unë. Nuk tani është Ledion. Nisë koncentrovi mirë tash. Po mirë. Pushoj sekondë, pushoj sekondë. Edhe Gimbo që më vjen dhe më thon. Po një sekondë. O Mali, se nuk merr dot vëmendje tani këtu, po pritje. Është situata jonë. Një sekondë. Tani Ledion, edhe Gimbos do t'jap një përgjigje. Nuk ishte pyetja kush është butoni. Ishte që unë nuk e ndaj dot me buton këtë gjën. Pra dua kohë. Po e drodhi ky sa shpejt po zoti mo. Kaq. Nuk ka buton njëri. Po pra. E drodhi. Shiko, jeni
Jeni ekstremisht të qartë. Nuk e ka me buton, është koha. Vazhdoni, jepi. Është koha. Domiri, qa butoni, Domiri? Nuk është loja me peshtu. Ata të gjami cikë. është loja me jetë. Okej, jeni të qartë, pra nga kjo i bie që Selin shkëput marrëdhëniet me Jo, për normal absolutisht. Gimbon. Këtë arbitri ke lëshuar edhe ke të reshur kur dua si kur ndërkohë arbitri nuk e di Ledion që ne sa mëngjes, kur zgjohemi këtu në shtëpi me njëri tjetrin me këtë dashurinë e madhe që kemi. Fjalët e para që përdorin janë të opinionistëve. Dhe unë pyes veten në cilin moment unë që kam larguar këtë djalë dhe pas kam përdorur. Jam i bindur që arbitri të ka thënë opinione. Jam i bindur që arbitri të ka thënë më shumë opinione në lidhje me marrëdhënien tënde me Mirin, po të them edhe një herë, jam i bindur që arbitri në këto ditë të qëndrimit tënd aty brenda të ka thënë shumë herë opinionet të veja në lidhje në raportin tënd me Mirin. Dhe jo, po prit se në këtë rast kur të thot një opinion për Gimbo, në më ullet se të da ti direkt Gimbo me mu s'ka më punë, me Mirin ndryshon. Gimbo me mua nuk ka më punë, sepse marrëdhënia ime me Gimbo nuk është lojë. Mund të ndryshoj, Marrëdhënia ime me Mirin nuk ka një lojë. Më fal, me leje, mundesh. Më fal. Më fal. Një sekond, banor, ju lutem. Mirë, s'ka edukat dhe këtë e kemi marrë vesh. Ta mbaroj një sekond në arbër mendimin. Unë thash që unë me Gimbon nuk do qëndroj më, sepse unë e kam paraprir këtë prime. Edhe kam kuptuar që tu do ndodhi një situatë që këto prap atë 20 sekondë që thot tani do bëhet 40, 50. Po pse e bën sikur situata të ka ndodhur ty kur ti ishe situatë bërësja? Sepse nuk e kam bërë kështu si po interpretohet, nuk ka qenë fare në lidhje me Gimbon, sepse edhe ku ka qenë Gimbo prezent, unë i kam thënë Mirit shoqe. Po, në momentin, Selin, në momentin që ti një moment. Selin, a merresh vesh ti me sy me Mirin? Po, merrem vesh. Po. A i the Mirit shoqe? Po. Po, atëherë si mundet të qëndrojnë kjo gjëja me këtë gjë? Miri tha, jemi në prime. Dhe unë thash, Miri, kur kuptosh të mua, do jemi më sëmshër duke pirë kafe, sepse unë po flisja për tjetër gjë dhe Miri po flisja për tjetër gjë. Unë merren vesh me Mirin, nësa Miri ndoshta nuk merret vesh 100% me mua. Edhe ndoshta kam pi kafe. Tani. Mbarove? Se s'duk dërhy. Tani, ta kam thënë dhe i herë tjetër dhe më vjen shumë keq që ti e harron gjithmonë. Unë nuk e harroj për ty. Fakti që, kur ty është një opinion që t'le verdis, e kupton ti thua faleminderit është shumë i mirë etj. Po, ke thënë ti. Më përpara. Po deshe ti, po deshe ti e marr un telefon e ta tregoj radhës tjetër kur të vi këtu. Çka ke thënë para shtat prime? Arbër as nuk shënon për mua. Sa herë më dhënë opinione pozitive, e kam duken se e kam ditë që radhën tjetër. Jo, e ke vlerësuar. Tani. Ajo që po them un nuk dallon shumë nga komunikimi me sy i Mirit që ke ti. Sepse unë gjova Mirin që edhe Miri ashtu si unë e kishte kuptuar që tani, si dole këtë javë ti me atë, pa më se s'bëra na i gjohën këtë javë, ja do t'a shofësh. Inshallah ke dalë mirë. Po kur do shkëputet ky muhabeti? Po ja pra se duhet largohet ai se unë ju afrova dal keq tani. Pra, kjo është shumë e qartë Selin. Dhe ndonjëherë del më mirë të shumë. Ndërsa kur thua që shiko, unë ja kam thënë dhe Gimbos, sepse i kam dalë paraprit që kjo gjëja mund ta ndodhi. Ti edhe shkaku dhe pasoja këtu. Ti veti ke thënë gjërat dhe ti e di shumë mirë cila është pasoja. Pasoja është që do komentohet për çfarë kishin fjalën to. Bravo. Mos ta bëjnë edhe për butonin tani gjithë. E vlerësoj shumë opinionin. Ti diçka që ta mbyll? Patjetër kam, po nëse ka Selina për të thënë, do thuash gjë Selina për të vazhdojë. Jo, s'ka problem. Okej, atëherë Monika se i duhet. Ti Rogert marrove punët e tuaja ato 90 ca orë sa ishe, mbaju Elën për krau, që ta ka fut një 200 herë aty, kur ke qenë atje mrena. Kështu që, si kompetentate ti. Ti si kompetentate. O Rogert, po një sekundë. Selin. Po leta t'i gjojmë qatë foto, kur. Ase njët Monikën. O Rogert, po leta t'i gjojmë qime. Sa bukur mbaj qetësi për Monikën ky. Po patjetër që do mbaj qetësi. Po patjetër. Kthehet në dirigjent kur flet Monika. Po siç mbar Rogerti për ty. Okej, le të mos ta bëjmë si në stadium, be. Selin. E para një herë, mos u komplekso përsëri nga klipi që ti kisha aty. Ja the një herë këto. Po, ja them prapë se përsëritja është më madijes. Që ta ngulisi mirë në tru. Edhe ajo,
edhe Gimbo mos të peshkohet nga intimidimi që i bën Rogerti e kompani, dhe tjetra që unë prapë përsëri e shikoj. Shikoje dhe shijoje lojën për veten tënde në marrëdhënie me veten tënde. Mos shiko vetëm marrëdhënien e lojës dhe marrëdhënien vetëm me sy. Pse? Sepse mendoj që njerëzit, edhe unë, siç jam unë, po të gjithë shikojnë se si mënyrën ti reagon dhe vepron. Dhe ajo që unë mendoj përsëri dhe ta them përsëri, krijo stabilitetin tënd emocional në marrëdhënie me veten tënde edhe me ata që ti ke aleatët e tu më të ngushtë. Okej. Uroj të jeni kuptuar. Më fal se di? Urdo? A mund të them edhe diçka? Po patjetër, ha. Atëherë, vetëm për t'i repliku pak më shumë Monikës. Po se s'kam kohë për replikë prandaj. Okej, po e lë, okej.